Shiko, që patjetër nuk është vetëm emigracioni, do të jetë shumë e vështirë t'ja lëmë. Megjithatë, patjetër që migracioni ka ndikuar shumë në 3 dekadat e fundit, dhe nëse unë flas nga terreni, unë shoh nga viti në vit që më mbyllen shkolla. Dhe nëse më mbyllen shkolla, i bie që mbyllet e ardhmja, se aty janë fëmijët. Dhe nëse pastaj e lidh me lindshmërinë, absolut, sot lindshmëria është ajo fjala që ne themi që duhet të kemi fëmijë dhe vazhdojmë dhe promovojmë akoma, megjithatë nuk është kaq e thjeshtë, sepse ajo lidhet ngushtësisht pastaj me zhvillimin ekonomik dhe social të familjeve vet, dhe pastaj kemi çiftet e reja, të cilat sot po shtyjnë moshën për të sjellë një jetë fëmijë, çka është një arsye sepse edhe numri i fëmijëve është më i ulët, por absolutisht edhe pasiguria ekonomike. Edhe ndryshimet sociale që familja ka pësuar, gra po themi që kanë dëshirë të avancojnë në karrierën e tyre, po edhe djemë dhe burra që kanë dëshirë po prapë të jenë më të fuqizuar për të sjellë një jetë një fëmijë, kanë bërë që sot një ndër arsyet e tjera që pse po themi ne në faktin që lindshmëritë nuk janë dominuese në raport me humbjen e jetës, që të vazhdojë jeta duhet të jenë dominuese lindshmëritë dhe duhet të prevalojnë pastaj mbi numrin e humbjes së njerëzve, çka është edhe cikël normal i jetës së çdo njeriu në kudo në botë. Që në këtë pikë janë të shumta arsyet patjetër, por që unë dua ta lidh fortësisht edhe të paktën në këtë brezin që tashmë është gri, sepse e shoh mbas kurrizit tuaj. Shiko, është mosha më aktive, është mosha ku të gjithë kanë dëshirë të sjellin një jetë fëmijë, të gjithë duan të bëjnë çiftet e reja, se ne nuk presim pastaj nga mosha 55-65 na bëjnë fëmijë. Pra mosha që do na bëjë fëmijë është mosha që ne sot na është reduktuar. Po ndoshta edhe ka avancuar shkenca dhe aty mund të kemi shanse, po ajo moshë e cila duhet të sjellë një jetë fëmijë tashmë na është reduktuar edhe ti themi të vërtetë atë, këto janë të vërteta që na ndodhin rreth rrotull dhe pastaj i themi të shumta arsyet e tjera. Këta na kanë ikur jashtë Shqipërisë. Në mos janë shpërngulur brenda Shqipërisë, po themi kanë ardhur nga Dibra në Tiranë, këtu jemi tek shanset pozitive, fatkeqësia për ne apo humbja e terrenit të rinjve është pikërisht largimi jashtë Shqipërisë. Po dhe kjo është për arsye ekonomike, për një lloj paqëndrueshmërie, dhe unë dua ta kthej gjithmonë tek politika sociale. Se ku kemi gabuar dhe sa shumë kemi gabuar për 30 vite. Të futemi pak më vonë te kjo, të ta ndërpres pak hovin? E ndërpresim. Okej. Të pyes pak doktoreshën Keledën, doktoresh, zonja tha